Vërejtjet e fundit për ligjin për arsim të lartë mund të bëhen deri të hënën në mbrëmje, pasi i njëjti siç njoftoi Ministri e Arsimit Vesa Janevska, do të hyjë në procedurë qeveritare dhe parlamentare. Duke u përgjigjur lidhur me përshtatjen e universiteteve private me ligjin për arsim të lartë, Ministria Janevska zbuloi parregullsi serioze në funksionimin e disa instituteve të arsimit të lartë, të cilat kanë pasur të drejtën të lëshojnë diploma të njohura si në vend ashtu edhe jashtë vendit, duke theksuar se njëri prej tyre ishte i regjistruar si bastore. Shembulli më brutal ishte kur Komisioni i Mashit bëri kontrolle në një institut, i njëjti ishte regjistruar si bastore në pjesën e prapme, ku supozohej të kryente funksionet e tij në 2 karike dhe 2 dyshek. Ne drejtojmë 34 institucione të arsimit të lartë në vend dhe është absolutisht e papranueshme që aktivitetet të tjera të kryhen nën maskën e instituteve. Ministria njoftoi se së fundmi kanë mbyllur 14 institute të ashtu quajtura private që nuk i plotësonin kërkesat ligjore për funksionim. Duke folur për ligjin e ri të arsimit të lartë, kryeministri Kristian Mickoski theksoi se ligji i deritanishëm ka qenë katastrofal, i cili e ka shkatëruar direkt arsimin e lartë. Ние и на държавните универзитети имавме редовни професори, кои што стануваа редовни професори, со објавени трудови на научни конференции во кои во уредувачкиот одбор или програмскиот одбор се од 4 земји. Професори. И тоа беше, како да кажам, една катастрофа. И затоа денеска нашиот би рекол, стар универзитет, Свети Кирил и Методи, и според сите параметри најквалитетен, нели, се наоѓа таму некаде околу 2500-то место на Шангајската листа, но и другите мерења кои ги земете ќе видите каде тонеме, од година во година тонеме, и тоа е резултат на оној катастрофален закон донесен во 2017-18 година, би рекол, кој што директно го уништи високото образование во Македонија. Ligji për arsim të lartë kishte vërejtje të shumta nga universitetet dhe profesionistët e fushës, pas çka janë bërë disa ndryshime, të paktën sipas asaj që thon nga ministria.